Si bre dhe divorci mundet më ardhë me dialog, nuk ka nevoj me dhunë me ardhë. Edhe nuk e kësha përkroh kur. Edhe pse, po thomë, në ndër të tjera, artistat më të mëdhej, më thomë, botëror, ata në historinë e tyne, përshkruhet që ritmin e familje të donshme, divorci ekziston, ka ekzistu, do të ekzistoj, se cili ka arsyet e veta pse vjen deri te divorci. Edhe mes kolegëve, edhe mes shoqeve, gjithmonë ekziston një tolerancë. Po kur është edhe, kur mirë toleranca, sikur s'ke pas qare, kjo është e keqe tani kjo. Si jeni? Si po kalon? Mirë, faleminderit. Me shëndet, mirë dukesh? Me shëndet, mirë. Se koha sot pak me shi? Pak me shi, diku romantike, diku kështu, diku... Me që ra fjalla, sa pëlqen shiu? Shiu edhe më pëlqen, edhe ka njerë së më pëlqen, po bereqet. Si e aty që shiu në urren, që ka të lejta 5 ore shiu? Jo, shiu nuk urrejet. Qka vjen për zotit është e mirësar, në shiu, bura, dili, të gjitha. Po flasim pak për martesat. Po? Sot si she martesat në vendin tonë? Se s'funksionon shumë, se ka shumë divorce? Martesa është çështje individuale e secillit njeri, si te femna, si te mashkulli. Pra, martesën e marrë që duhet me u martu, është e dhemshme kur kanë tragjedi, vdes gruaja ose burri edhe para gjykohen dhe jushka ose kjo. Ajo është shumë e keqe, por ndryshe martohet, e shet arsyeshme me u ndohet edhe kaq. Është individuale, secili njeri, secili person e zgjedh ato çfarë ai don. A do me qenë i lumtur, a do me qenë i mjeru, ma kjo është individuale. Si te mashkulli, si te femna. Se do njëherë të një që femna, po ka dhe moshkull pa martu, e ka zgjedh, vazhdo njeta. Po për femra bëhet pak ma e madhe, nëse një femër ka mbetur pa martu. Një mashkull nuk e bën shumë trusni, për shembull, ka mbet ai. I bojnë trusni edhe mashkullit, edhe femnës, po jo, si njëjtë janë, po tash kjo kohë që jo tash, nuk është ashtu, jo. Se cili për zgjedh jetën e vetë, lumëturinë e vetë, për zgjedh statusin e vetë, do në mu martu mirë, zdo në mu martu, vazhdo një jetën edhe kaq. Une nuk e shoh ashtu që bëhet trysni, jo. A mund të jetoj një person i lumtur? Nëse nuk e ka zgjedhur fatin jetës, ose s'do të martohet, një burr apo një grua? Po, gjithkush e gjen lumëturinë që shdon, dikush e gjen lumëturinë me martesë, dikush e gjen lumëturinë pa martesë. Këtë më varët që shdon vetë aj me jetu, ose ajo. A me që ratë fjalla, qëllë si lumëturisë tonë dhe, si famër? Lumëturisë të... Qëllë është qëllë si lumëturisë tonë dhe? Lumëturisë të me. Po, ato aj. Une, që me lumëtura me një mesë, se kom një mesë, se ka e një hira, hirushja, edhe ato kërë shoh lumëturia e botës është. Sa ato e du shumë, te për e du. Kom një pa e mbesa, po ato e kom fiksim. Unë theve në kokë tash këtë kohën Hirushën, pas me Hirushën, kujtohet shumë historia, shumë drama që kanë qenë me Hirushën. Po, e ka lexuar ajo me Hirushën, edhe romanin e, po, që ato e kam kështu fiksim, ato pikën e dopt e kam. I kam edhe një pati, kam edhe mesat, ma ajo, lindja e soj, por nuk ka qenë diçka e papërshkrueshme. A ka qenë gëzimi që nuk harrohet një të tënde që është i papërshkrueshëm? Gëzimi i papërshkrueshëm është pavarësia e Kosovës. Domethënë kjo është që e fitu lirin, u kry lufta, ndërsa ajo përjetimi më i frekshëm në jetë ka qenë lufta. Lufta ka qenë që domethënë te krejt, jo vetëm te unë, por te të gjithë. Edhe pavarësia e Kosovës ka qenë një ndër që është e papërshkrueshme, gëzim që nuk ka fjallë. Çfarë bën një grua të suksesshme apo të fortë sipas teje? Çfarë bën një grua të suksesshme? Po grua e suksesshme varet. Grua e suksesshme është edhe nana, që lind fëmijë, vazhdo me i rrit fëmijët, edhe një femën që është karrieriste, për shembull kemi deputete, kemi varësisht çfarë suksesi don ajo. Domethënë don suksesin ki edhe biznese, kanë bizneset e veta, vazhdojnë me punu, vazhdojnë karrierën,
Kështu që e suksesshme është një gru e cila i kushton rëndësi asoj çka ajo don. Kur jam të kjo pjesë, sa po sheh vendin tonë që kanë arritur femrat, domethënë me ato çka kemi parë, me të arriturat e tyre, krahasu me pas luftës edhe para luftës. Para luftës ka qenë situatë këtë tjetër. Domethënë para luftës ka qenë një situatë ma para luftës është, jo para luftës, po ka qenë luftë. Ka qenë luftë. Domethënë femna nuk ka mujt me u zhvillu, me studiu, me tjetër muhabet është ai. Ndërsa mas luftës, po mu vjen shumë mirë për këtë femna që këshyrin me deportu, me mu punësu, me mu shkollu, me biznese, me të gjitha ato janë sukseset femnës. Edhe një femës është s'do me thonë që rënë në shtëpi ajo, se ajo mirët me fëmijë, mirët me punë të shtëpisë, mirët me edhe ajo punë, edhe më e lodhshme është se sa mirë po, se femna tona seriozisht janë shumë për edhe punojnë, edhe me fëmijë, edhe me në punë, karrierën, me të vërtet janë shumë për nuk e di, janë të përkushtume në të gjitha sferat. Seriozisht, unë si femna i shoh shumë suksesshme. Se edhe puna në shtëpi është e lodhshme. Mu marrë me fëmijë, mu marrë me shkolla, mu marrë me të gjithat, po edhe plus në punë është me të vërtet. Janë suksesshme, suksesor ky. Po këtë barazin gjinore si e shën vendin tonë? Barazia gjinore nuk nënkupton veç të femnat. Nënkupton edhe të moshkujt edhe të femnat. Pra, dhunën, diskriminimin, bullizimin, të gjitha këto këtë hynë në barazi gjinore. Barazia gjinore është që nuk lejon as të femna, as të moshkulli. Në me thonë diskriminim, bullizim, dhuna në familje, që ka dhunë që botë, edhe të moshkulli edhe të femna. Barazia gjinore është tim pak ma e veçantë, po ajo barazia e marrin tani vis të femna, nuk ka vis të femna, është edhe të moshkujt. Në me thonë diskriminimet, bullizimet, të gjitha çka është. A ka barazi gjinore në vendin tonë? Ka, po. Është agjensioni për barazi gjinore. Funksionon dhe më tajnë barazi? Funksionon, po. Agjensioni për barazi gjinore është në Kosovë. Përmendë dhunën në familje, është prezente shumë. Kush kohët fundit dhuna në familje? Ka shumë dhunë, ka shumë divorce. Kënë morë këtë trend është rritë shumë. Për që kajtë, për si pas të e vjen? Si mbas meje, dhuna në familje nuk duhet me egzistu kur. Kur s'duhet me egzistu, po që fatkesisht në do një herë edhe egzistan, po mendoj, duhet si dukuri, me shqyrtu ma shumë, mu marrë pak me po, pse, po ato, e mirë nuk është. Ta shti, gjdo sen që mirë, se gjdo sen, gjdo kultur, gjdo sen që, gjdo, qka do që rjedh gjithë mund për familjes. Dhe me thonë, dhuna në familje as nuk tolerohet, as nuk është e mirë për neve, as nuk është e mirë për shoqëri, as nuk është e mirë për kurgjejës. As për fëmijë nuk është e mirë, edhe pse zakonisht artistat më të mëdhej kanë dalë për çtyne familjeve që kanë pas ma shumë dhuna, kanë pas artistat më të famshëm i me histori, që kanë pas për shembull probleme në familje dhe kanë arrit mas shukti. Kanë arrit mas shukti që ata njerëz, po. Mirë po. Kemi që kanë fitur ndoshta nga divorcen, nga gjërat që kanë ndodhur e sot sukses. Edhe divorci mundet me ardh me dialog, nuk ka nevojë me dhunë me ardh. Do të thonë edhe divorci, edhe çka do nuk ka nevojë me dhunë me ardh. Kështu që dhuna nuk tolerohet. Nuk tolerohet edhe nuk e kisha përkrah kurrë. Edhe pse, po thomë, në ndër të tjera, artistat më të mëdhej, më thomë, botëror, ata në historinë e tyne, përshkruhet që ritmin e familje të donshme, ose qështu, kanë pas diçka historit hidhura në familje, edhe kanë arrit majën e botës. A është bo divorci si trend, si pas të je? Si e shë? Divorci, nuk po di, divorci ekziston, ka ekzistu, do të ekzistoj, se cili ka arsyet e veta pse vjen deri te divorci. Nuk po du me besu, as nuk po du me e pranu që vjen divorci për pikë qefit.
Unë nuk po du të pak të me besu, as me e pranu. Pra, po nëse po ndodhë, keq është, se po mbesi fëmijët, edhe po, nuk është një dukuri që duhet më studiu, duhet më majtë. Nuk e di. A më ndonë që çiftet po japin mundësi njëri tetit më shumë, një mundësi të dytë mja tonë, për shkak të fëmijëve, familjes? E po tash që kjo është ajo që nuk duhet me ekzistu, dhuna, nuk duhet me ekzistu. Unë e mendoj që gjithkund duhet me ekzistu pak tolerancë, pa marrë parasysh a je femën, a je mashkull. Edhe mes kolegëve, edhe mes shoqeve, gjithmonë ekziston një tolerancë. Po kur është edhe, kur mire toleranca si kur s'ke pas qare, kjo është e keqe tani, kjo vjen të e shkakton divorcin se nuk do me thonë vish divorcin në për familje, edhe në për shoqëri, edhe ku do, me kolegë, apo kupton, duhet me ekzistu një lloj tolerance, po jo që s'ka pas qare. Më kupton, se nëse fillojnë ana s'ka pas qare këto, s'ka pas qare ato, s'ka pas qare ato, me qare, me dhunë, që kjo s'ka qare është formë e dhunës. Edhe tani vjen deri te divorci, vjen deri te shkatrimi shoqërisë, me mujt minal është mirë shumë. Po du kretë në fund gjitha grave, gjitha femrave, një mesazh që kam i shërby shumë për jetë. Që u kështë të thënë? Femnave? Po. Femnave, mernu me vetën. Femna është fuqia e botës. Më thonë, për femna krijon njeri, femna lind fëmijë, femna femën. Jo se du mi diskriminu mashkujt, është e vërtet, ajo, apo se shkojnë baraz, mirë po femna është gjithmonë me e ndishme, femna është gjithmonë me e prekshme. Se femna është, përderi sa lind, krijon familje, atëherë dihet që është pak ma e ndishme, pra jetoni, veproni, merrnu me vetën, t'jeni të suksesshme kudo. Këta bisede e ardhë fundi ishte shumë kënaqësi të bisedosh me juve, tore më të mirë aty, faleminderit shumë që u bërë pjesë faqes më të madhe historisë jetës. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit.